Përshëndetje, mirë se vini në një tjetër video timen. Sot është ditë e shtunë. Unë jam zgjuar që në ora 3 ca. I njëroni peshirë që i kemi hapur atje. Janë larë fëmijët dhe duhen tharë dhe pastaj t'i vëmë vënd. Edhe kështu. Jam zgjuar që në ora 3 ca. Edhe me thënë të drejtën, çike lodhur, po hajtë më të bëjmë. Evani e kishte planin të flinte. Një sekonda. Bëm gjithë gjërat, gjithë tentativat për ta vënë në gjumë. Mirë po, kur pash që po fillon të zgjonte dhe Biancën, atëherë thash stop këtu, zbrit poshtë Vera bashk me Evanin, edhe ndërkohë Bianca të vazhdoi gjumin. Ndërkohë që zbrita poshtë, bëm ato mëngjesin, le të themi, Evan hëngri 1-2 gjëra etj dhe pastaj si përfundim fjeti gjumë. Ndërkohë që fjeti gjumë editova një video dhe e hodha, parova punë në video, që po më mbylleshin sy. Tash tani do fle. Dhe sa isha gati për të mbyllur syt, u zgjua, duke qeshur, duke nejse. Mbas një orë u zgjuan edhe këta të tjerët, edhe yes. Unë duke qenë se Mario ka një 2-3 javë, me thënë drejtën që po më thotë na bëj pancake. Atëherë sot mendova, hajt më të bëjmë pancake. Dohem të bëj nga kjo all recipes, se zakonisht këtu i marr të gjitha recetat e mia që janë të lezetshme. 3/4 me qumësh, 2 tablespoons white vinegar. Unë kam apple cider që është okay. All-purpose flour, 2 tablespoons white sugar. Unë të bëjt e kjo e qelqit. Kam vënë baconin në furrë që të piqet. Unë nuk I kam shumë qejf të skuqurat, sepse për të skuq e para dhe e dyta përhapen ato piklat e vajit që mua ma shpejtën kudo. Kështu që baconin e kam vënë në furrë dhe kam parë shumë që e vënë në furrë. Nejse, vazhdojmë me pancakesat bashk. Unë do kombajnë këto të lëngtat një herë, dhe që I bie një vezë. Uthull molle. Pakës krip. Atëherë këtu te kjo do hedhim një lugë me baking powder. Një lugë, edhe një tjetër. Në momentin që do jetë e bërë e gjitha me bulza këtu lart, atëherë është koha për ta kthyer. Ana, sam, gulli. O Mario, hey. Mirëmëngjesi. Si, mirëmëngjesi. Say to the microphone, me mami. Mirëmëngjesi. O shpirti mamit, mirëmëngjesi, gocës time ti. Janë fluffy, janë goxha të mira. Po pra ne ju duket sikur është ora zot na ruaj. Njerëzve se janë zgjuar 3. Ana, ti vërtet. Evan? Mario, unë dua të bëj atë tortën që kam parë. Ajo me kokën atë Vera, besoj se do jetë. Shiko tash, ajo torta që dua të bëj, nuk e di kur, me çfarë rasti ta bëjmë, se edhe kështu kot nuk e bëjmë. Mund ta bëjmë për Pashk. Okej. Për Pashk. Okej. Atëherë ajo torta quhet Halukani cake. Edhe është nga një hotel, më duket në Hawaii, nëse s'gaboj, dhe ka 65 vjet dhe I festuan
ditëlindjen tortës këta tek hoteli. Dëgjove? Kam punë tjetër ata Havaj atje? Të gjithë njerëzit, turistat që kanë shkuar atje, vdesin mbas asaj tortës dhe nuk e jep të asnjëherë recetën. Dhe mbas 65 vitesh Tatanita do ju japim recetën dhe e kanë publikuar tek website i hotelit. Ç'a thumi? Fantastike është kjo. Po pra, dhe vërtet dua ta provoj ta bëjmë. Bravo, mami. Bravo, What is zemre. that a cookie? No, it's the A Vera, shell. a thua jeta Vera do na japi mundësinë të shkojmë një herë në Havaj ose në këto vende eksotike? I don't know. Ha? Do you like Vallai, për Hawaii nuk është se kam ndruar ndonjëherë, po. shape? Shiko Vera, Havaj, se unë kam pa një film të bukur. Si thua Hawaii ti? Water. Si jam nga Greqia. Hawaii. Ti si thuat? Hawaii. Po mirë pa, unë atë W e bëj If I made it V. Ha, mo Mario, shiko sa dolën. Oh, edhe unë s'do has një. 3. Ua. Janë bërë shumë mirë, Po janë bërë shumë mirë. krahasuar me ato të skuqmet janë bërë 100 herë më mirë. Boll, more. Po more. 3 copa atje. More. Bianca. Pjeta Marios. Typ. Një piro atë, zakonisht mund t'i hedh një dhe një qik shlak dhe del shumë e mirë. Mere. Për shllaki, është apo? Hajde, po edhe whipped cream. Edhe whipped cream. Dal përpara unë me vajzën, ti me djalin. Sa t'lidhësh djalin ti, Atëre, jemi okay? Kush e telefonin? majnë qikujën. showing myself how beautiful I am? Oh, big show. Hello, little bunny. Shabone! Can you say it, mommy? Shabone. Here you go, mommy. Do I have 2 ponytails? It's not funny, just like this a bit. Ashby, you like it, zemër? Është Vita Pix. Oh, pam një video. Ja. Pam një video. Wow, ku mëra? Mami, can you take that? Pam një video në TikTok. Pam një video me Marion të një gocë e cila po hante Vita Bix për herë të parë. Vita Bix, se them Vita Bixun. Edhe gondë si më palesë që ishte. It's a diamond. Oh, it's a diamond! Which means mommy put some perfume on. Put it on, put it on, put it on. That's from Miss Rachel. When I was little, Yeah, I used to funny. watch Miss Rachel. Bebelina Andresa. Ujin e djalit, një 2 ushqime për këta me vete. Marrë dhe batanien e djalit. Sto biberoni. Ky është kausi kur ne dalim nga shtëpia. Bukra. Bukra, moj mami. Wow, you are very bukra. Tani e di unë do hiqet ai peshiri, po you are very, very bukra. Shoes, sparkly skirt, oh, purse, edhe your beautiful hair. Hajde ikim. Jemi këtu tek market, tek pazari, edhe ças paska sot gjëra të mira kështu, por ne s'do ham se jemi me dietë, apo jo Mario? Po zemër, po. Ne, po zemër, po thot Mario. Po jeta, po. Kam pëlqen. Po, po I shikoj për të ngrënë ti. Po dashun dukesh Ishte njëri atje që kishte bakery, o zot, ai. Ama mami. Bili banta. Po vez do marrim. E me që ham vez, marrim vez. Që nga kështu treg fshatarësh. Erdhëm morëm ciat djathra, edhe tani po vëjmë prap xhiro, vërdall. Me që shis po na bie, pse të rrim një vend, më mirë të ecim çik, dhe sot pas ka njerëz pafund. Se ai Eva një 2 hapa bën, pastaj do kshu, pastaj ashu, pastaj do të futet në luc. Edhe unë s'ka marrë shumë rroba për këtë. You listen, zemra?
Teddy bear. Oh, sorry Mario. Oh. Është shumë e bukur kjo, po është shumë e madhe. Pastaj shikon çik të madhen fare atje. Upsi. Pas kanë sjell priftin këtu. Këtu pas ka gjyre shumë bukura, po janë çik të shtrenjta me thënë drejtën. Mario kanë sjell priftin këtu zemra. Ha Mario. Mi futur nga një charity shop të tjetri, na pëlqejnë shumë. Kemi bler ca gjëra të vogla me thënë drejtën, po hajt më do shoh prapë për ca gjëra të tjera. Sa e bukur kjo për të mbajtur rizin. Mami, no, mami, you don't have aman, mami. Tu ka ca pjata, ka ca gjëra. Qa është ajo? No, është shumë me 10 pounds, ja vlen për aq. Bianca, be careful, mami. Jemi të Kosta tani. Njerë djel. Njerë shu. Këto janë gjithë flokë të reja që po m'dalin. O zotë, edhe s'di që t'y bëj këtyre. Këto janë flokë të reja, fix. Mama, I don't see it. Që t'y bëj? How's the big tail? No. The word that begins with a noun. Leaf. No, Litar? no, Lemon. Lupi lupi? no. Po qa ka dogu më mami? Can you help us? The dog had a lead. Has a lead. Qa është kjo? Litar. Litar. What is mommy's favorite color? Yeah, it's big, you found it. Like fire. Okay, my turn. Ha. Oh. Oh, it's Oh, it's Banta's turn. Come on, question. Okay. How much is 5? Huh? 5 plus 5. Is it 2? No. 26? Is it 9? No, it's 10. Oh, Billy, mommy. The chicken make the egg or the egg make the chicken? I think the duck. Or the dinosaur. Dog. Duck. Bunny doesn't. Mario, era fshat. Ha? Po, ka kjo këtu, the old shed një gjë. Ua, gomar, këto sa... A janë të mdheja, po m'duk... E morëm sysh. U që u mbyt. U mbyt, Mario. Më ha shumët pas nënat. Ua, janë gomer këta? Ua, sa lesh pas kanë. Që janë shumë mëdhej. Ha, mo Evan, you like it, mami? Oh, mami, shive vicin. Oj, zemë ti. Why are you scared of chickens, my mami? God qytete kjo. Chickens are rude. Morëm edhe tek... Më kanë dalë të flokë të reja. Unë e di që jo qava veshët, mirë po nga njëra anë më pëlqen që më kanë dalë flokë të reja. Se prandaj po lodhem që po vëj me vaj, nejse. Po vjen Mario. Harxuam diku të 85 pound tek farm food, mirë po erdha që të marrë më shumë gjëra të konservuara. Që i bie, fasule që janë në tins, fasule të bardhë, fasule të zezë, që mora tjetër. Mora fasule këshu me salcë të kuqe, salcë domatesh. Qa mora? Mora feri 5 litra, mora detergjent, mora tuna, ka marrë dhe tuna, ka marrë shumë, edhe kështu. 4:30 mora. 4:30, tani erdhëm në shtëpi, ishim në Petersfield. Ja kaluam mirë, pim edhe një kafe se e zuri Eva në gjumi edhe, po nuk e zuri gjumi është e kot
të ulemi për kampës se Eva niste lë, kështu që po e zuri gjumi jupi. Tani, Petersfield është i lezetshëm, ka jashtëmase shumë charity shops, edhe unë shkoj në një vend tjetrin. Nuk dua të shikoj për rroba me thënë drejtën, s'kam shumë nerva. Mirë, po kisha qef për një 2 tasa, kisha qef për një 2 tasa sallatrash. Tani, duke qenë se një që kam shumë të madh dhe kam të zënë, pothuajse gjithkohës, mirë po hajtë më. Mora këtë, që është shumë i lezetshëm, vegetables, eat, serve, qa është kjo? Tasty, salad, e tjerë. Kjo është e lezetshme, është fine porcelain, është 2 pound. Kështu që jupi, pam edhe të saj të vjetra fare, po e ke parasysh që mund t'jenë me plumb ato edhe nuk ja vlen mundësisht kjo është e re fare, se ja ku ka dhe këtë të originalit këtu. O, qëndor! Qa s'keme marrë sot? Mora dhe këtë për ndonjë xaxhiq, apo kështu që është vjen si varg, apo ndonjë salcë tjetër që duam ta ham, edhe kjo ishte 2 pound. Ishte nice edhe kjo. Thjesht gjam. Evanit ju ngjit kjo në dorë, unë e lava tani e pastrova. Edhe ota me toska 2 pound ishte edhe kjo, kështu që e morëm edhe këtë. Dhe kur e kontrollova në internet ishte 50 pound. Sepse duhet jetë kjo 50 pound, nuk e kuptoj, po kaq që ishte. Edhe, yes, Evani ka dorën e shtrenjtë i bie. Kur po ktheheshim, ndaluam në një farm dhe morëm milk, qumësh. E kam marrë faturën. Ma me që ato s'gjindën. Po bra. Se kur thot i farms një mirë bëdalike ta. Kos, 2 qumshta 2 kos. Jo, 2 qumshta 1 kos. Kishte edhe ca kafsh për jashtë, dhe aprovosh një çik qumshtin Mario? Se ke frikë se më elmoshme? Ha? Ua, era qumsht për Dale? Meri vetëm erë. Era qumësht. Sa më isha shumë? Very nice. Jo. Është i pasterizuar, se nuk ta shesin ashtu. Shumë mirë. Ha, bolosi? Bianca, you want a glass of milk, mami? 1,9 ky, e 1,9 e tjetër. Domethënë 2 pound 1 litër qumësht, e 2 pound 1 litër qumësht i bie 2 litra qumësht 4 pound. Ku ta kena? E hapa i Burger Control. Qenë, se më janë Qenë do më. This is not. Kjo është e jotja, shife? Nga temu ca klufe telefoni e ca gjam, se Mario ka bler telefon të ri edhe ndojsh të mbaj me kluf të reje. Ca sticker atjerë për Evanin atje që janë me magnet. Shof njërë, se po së qenë ashtu si që dua, se ja pare. Sa u knaj që Evanit e kafshët? Ah po, ja, është magneti plot. Evan! Sipe mami! Akullore të vënë vrirje. Ka marrë Biancës nga këto kapset e flokëve. Ishte një vend që është market dhe ishte prap farm ata. Edhe po shitin djatra që janë shtypur, shive djatin brit shkretin. Azër, sistemojmë. Ishte ky djati me truffles, ishte... Kjo ishte... djatë dhije, do më dhe djatë kaçkavall dhije, edhe ky bria që është nami. Tani këto morëm në Petersfield. Ikëm pastaj me Marion. Marion, do ta provosh çik kosin? Pa qëtë? Nice. Mora një tas akullore që e kam vënë atje, siç po thoja, ose nëse s'po e thoja, po e them tani, Farm Food është një linjë supermarketesh i cili përgjithsisht ka gjëra goxha të lira. Edhe unë për shembull këtë pakon e makaronave e mora 99 cent. Edhe nuk do të thotë që gjërat janë duke skaduar, se kështu mendoja unë fillim ka që kishte më lirë se vendet e tjera. Për shembull është 12-28 kadenca, kështu që Kështu që kjo nuk do të thotë. Për shembull, këto antidjersat që merr Mario, që mund të jenë ku digjon 6 pound, ndoshta të vëtë e tjera, 5-6 pound, një gjë e tillë ishin nga 2 pound. Kështu që mori 2. Salsa napolitana ishin 2 copa 1.5, me aq sa mbaj mend. Ka marrë një kështu majonez. Nuk është se do
Ajo majoneza na zgjat shumë kohë, se ne s'para e konsumojmë. Morëm një zhveps, që të bëjmë në njerë në një gin tonic apo në një gjë. Qa ka ndodhur këtu? Saltë soje, mora 2. Duke qenë se kam bërë këto kohë salat me karota dhe I hedh qik saltë soje, qik speca, piper, brënda gjëra kështu gjërash. Edhe do qik saltë soja jo, që të shijoj. Edhe pothuajse më mbaroj shishet që kam, 2 shishe, se unë kur marr të paktën 2 ose 3. Edhe ideja ishte të zëvendësoja që s'dua të ngelem keq. Light soy sauce, të lehtë, nuk e dua të atë dark, sepse ajo dark është pak për shije më të fortë. 5 litra Fairy, 13 pound. Edhe kjo del, një zotë e di se sa. Farm Foodi, kemi një 3 vjetë që s'kemi shkuar, kam qenë shtatzan, unë s'kam ikur që kur kam qenë shtatzan. Evani po bën 2 vjeç, kështu që të paktën 3 vjeç që neve pothuajse s'kemi shkuar. Nuk e di se si është në larje, do e kem për herë parë, sepse unë pothuajse që kur kam ardhur në Angli e këtej, unë përdor Fairy për të larenën. Mirë po, ta provojmë edhe këtë. 17.99. Po të merje 2 ishte 32. Mirë po nga që unë se kam provuar në njerë dhe nuk e di, po njerëzit po e merrnin shumë, kështu që thash, mirë e kish, ta provoj. Sulet kuqe të vogël, tuna, edhe gjitha këto që për sallatrat që do bëj. Kjo është e gjitha. Paga shumë këto janë ato që morëm. Edhe cip. U kënaqëm shumë, sidomos ajo pjesa që shkon nga një charity shop në tjetër, mua më pëlqen jashtë mase shumë, sepse shikon gjëra shumë vintage, gjëra shumë të vjetra. Ne nuk I marrim gjitha sepse unë dua vetëm ato gjëra që dua vërtet. Atje kishte gjëra pafund të bukura. Mirë po unë doja 1-2, këto që do I përdor dhe nuk dua të hapen për shembull shumë. Se ngrumbullohen shumë gjëra pastaj në shtëpi, e mbush edhe të merr. Tani unë do sistemoj këto. Pastaj do lajm fytyrën, do relaksojmë. Marr edhe kokoshkat, ja si ja thashëm. Edhe kokoshkat. Edhe ja, kur e kam datë në skadencës ta? Se unë marrim ishte fiksuar të rurin tim që këto kjo është end of July 2026. Fine. Qatë për 2 ditë haj kjo. Relaksohemi, darkën e kam gati. Domethënë të bëj sallatën e kam pothuajse gati, sepse e bëj një në 2-3 ditë. Do thonë një pa sallat lakrash hau, edhe I shtoj pastaj këto gjërat e tjera. Edhe Mario pak a shumë të që haun, për fëmijët kam atë që bëra dje, kështu që nice. Të dyja shishet e qumshtit janë më pak se 1.5 litra. Okej, të njëra kishin pirë, po themi 1.5 litra, kështu që bie një shishe nga ato të qumshtit ishte 750 ml. Për aq pak shumë shtrenjtë, mirë po presupozohet që të jetë qumësht. Neve që kemi provuar qumshtin e lopës, e dim shumë mirë që prap nuk është qumësht. Qumshti vloj, kam enën që do ta hedh pasi të ftohet pak, pastaj nxjerr dhe kosin edhe të bëjmë kos. Dhe shpresojmë që nesër mëngjes të dali tamam. Mirë mëngjesi nga dita tjetër. Kjo kosi. Sa kosa dash? Edhe ta shohim. Kosjo natyraljo. Shumë jabël. That looks smoother now. Ama, hapë gojnë. Ha. Sa e mira. Si ishte kjo prova? Na ka zgjuar Evani çik herët, nuk e kam rregulluar flokët, ose më saktë, thjesht kam hedhur këtë bluzën lart sepse kam një dhimbje të tmeshme të shpatlla. Ha një herë, si jeni, se tani në ora 10 mu zgjuan mirë nervat. Evanin sapo e zuri gjumin, ndërkohë që
dhe na lodh veshët. Ndërkohë që unë kam bërë një supë, thjesht po vlon tani. Edhe do bëj dhe një çik kulaç. E dje nisa për t'ju thënë që po shikoja intervistën, që si përfundim nuk e pash. Po shikoja intervistën e Lea Ypit me Arbana Osmanin. Me thënë të drejtën, ku di që unë se si mu duk. Domethënë, e shikoje Lea Ypi, dhe në qoftë se keni parë injoroni këtë njollën e cila nuk hikën, por që unë gjithsesi bluzën e kam të ngrohtë do ta mbaj. Në qoftë se e keni vërë në re, nga gjitha njerëzit që kanë një farë mendimi, një farë bagazhi, si që i themin edhe shqip që fare. Të gjithë këta njerëzit janë më të thjesht, humble, janë vishen më thjesht, nuk e vrasin shumë mendjen, i kanë flokë të lyera, si kanë flokë të lyera, i kam thonjë të bërë, si kam thonjë të bërë. Dhe janë më humble. Dhe ti shikoje Arbana Osmanin, që ishte sikur kishte dalë nga një revistë, e cila e kishte një fytyrë perfekte, një tualet fiu, etj, e veshur, që ishte e rripi Louis Vuitton e ku digjon, ndërkohë që shikoj Lea Ypin me një bluzë fare të thjesht, e pa grimuar fare, me flokët të kapura të puzë thjesht, sepse ashtu ishte rehat ajo. Ishte një bluzë kështu me pupra si puna ime, që kam ja 4 vjet me këtë. Edhe ishte e fokusuar të biseda, fliste, kishe dëshirë të dëgjoje etj. Dhe unë mendoj që neve duhet të kemi vërtet shumë, si ta them unë, uri, hunger për të dëgjuar këto lloj njerëzish, për të kuptuar both kuptimet e tyre, për ta dhe supën në njëjtën kohë. Nice. Për të kuptuar both kuptimet e tyre, për të kuptuar psikologjinë e tyre, për ku dëgjoj unë, domethënë se nuk dua të them ku dëgjoj unë se çfarë, por të bënte shumë diferencë se si Arbana ishte afua se po shkonte në një dasëm, do them unë madje nejse, unë nuk jam VIP, kështu që unë jam njeri i thjesht, sepse unë edhe në dasma dhe në evente të rëndësishme, përveç dasmës time që më kanë bërë, tjerët më kanë lyer, në vende të tjera domethënë jam lyer vetë, edhe diçka përgjithsisht të thjesht, me aq sa ç'mundet një njeri normal që s'ka as dorë për pikturë, se ato që kanë dorë për pikturë bëjnë mrekullira. Edhe, yes. Kështu që, përveç asaj që Lea Ypi tha, edhe që ishte e lezetshme të dëgjoj një ndër intervistat shumë të mira të Arbanës, mirë po ti shikoje nga ana tjetër një ikon televizioni, si që ishte Arbana, le ta themi, e cila, ose më saktë një pjesë e mirë e njerëzve, çdo gjë kanë pamjen e jashtme. Normalisht kujdesen edhe për shumë gjëra të tjera etj. Ama pamja e jashtme duhet të jetë perfekte. Është si ajo molla, nuk po flas për rastin e Arbanës tani, sepse unë nuk e njoh fare personalisht, s'bëhet fjalë ta njoh. Mirë po, ka shumë njerëz, shumë njerëz, të cilët janë si ajo molla e kuqe e shndritshme nga jashtë, për brenda kanë filluar të kalben. Edhe unë mendoj që, sepse unë të paktën si njeri synoj paqen time shpirtërore, edhe mirëqenien e trurit tim, mirëqenien e qetësisë time shpirtërore, paqe mendore. Edhe këtë gjë uroj që të gjithë të munden ta gjejnë ose të jenë në kërkim të kësaj. Unë nuk dal asnjëherë të them, shikoni këto gjërat e mia të shtrenjta që kam. A blej dhe unë gjëra të shtrenjta? Po blej edhe unë gjëra të shtrenjta. Shumicën e gjërave që unë blej të shtrenjta, nuk ja u them. Nuk ja u them sepse nuk është se është në një gjë, wow, shiko unë bleva këtë. Ka të tjerë që janë pas një lloj problemi, kanë investuar tek ajo gjë që unë kam bler, ndoshta edhe shumë herë më të shtrenjtë, ndoshta edhe shumë herë më të shtrenjtë, sepse ashtu e kanë menduar të arsyeshme. Ndërsa unë kam menduar që ta lë ta shtyj etj. Ha mama.
I'm going to the toilet. Mirë, zemër. Kështu që ajo intervistë e Lea Ypit me Arbana Osmanin, përveç të thash komunikimit, intervistës, përveç fjalëve që flisën e tjerë, vetëm të shikoje pamjen e jashtme, dalloje një njeri i cili përkushtohet shumë pamjes jashtme, ok, jam dakord, Arbana është njëri viziv, televiziv, e cila do jetë në marrëdhënie me publikun e tjerë dhe televizioni dhe kamera i kërkon njerëz të bukur, përndryshe nuk do ecte. Dhe nga ana tjetër ke një njeri që i peshon shumë truri dhe me aq sa unë kuptova ajo ishte edhe në paqe me vetën e vet, e kënaqur me atë që kishte. Kështu që unë për vete ju sugjeroj shumë këtë pjesën që t'jeni sa më në paqe me veten tuaj. Atë librin e Rhonda Rhimes më duket që është Sekreti, i cili ka dalë se mbaj mund çfarë vitesh, po kam qenë më pak se 25 atëherë. Tani jam 37, llogarit bëj një vet. Unë kam lexuar shumë kohë përpara. Edhe që atëherë që ishte ndoshta 24, pa i bërë 25, jam e sigurt. Nuk fillova të mendoj që unë po të fantazoj, sepse siç ka dalë tani, unë manifestoj. Të manifestosh dhe vërtet të manifestosh nuk është easy, është shumë e vështirë. Dhe që ti duhet manifestosh, duhet të jesh in certain level, duhet të jetë në disa shkalla të ndryshme, duhet të jetë mendja dhe shpirti fillimisht të pastër dhe të zbrazët nga të gjitha mendimet dhe gjërat që ke, që ti të arrish fazën alfa etj. Da? Yep. Oh, I yeah. cleaned my booty very well. Bravo, mama. Did you wash your hands? Oops. Që neve themi ose librat e thonë third eye, ai syri i tretë që shpesh e keni këtu atë syrin e madh e tjerë. Ai është gjendja shpirtërore që ju e keni. Nëse unë kam lexuar pak libra, disa, jo shumë. Dhe normalisht ato të bëjnë të kuptosh gjëra shumë ndryshe, janë të shkruar nga njerëz shumë të famshëm. Ideja është që në Shqipëri merret diçka dhe thuhet, unë po manifestoj, unë manifestoj të bëhet kjo, dhe shikon në të gjitha intervistat manifestim, edhe nuk e di, mua më bezdis kjo gjëja, manifeston si e tregon. Manifestimi, e thashtë fillimisht, është ai third eye etj, të cilët nuk janë fazat më të thjeshta për t'i gjetur. Janë fazat ndoshta më të vështira, mirë po duhet ta çosh veten drejt asaj. Dhe ta çosh veten drejt asaj, duhet ta purifikosh, le të themi, veten tënde fillimisht. Duhet ta bësh veten të doj gjëra të bukura. Jo thjesht, unë dua kështu. Pritet kaq shumë për dukje vizive, për gjëra vizive, në gjitha televizionet shqiptare. Lodhen aq shumë për të dukur fizikisht shumë bukur. Dhe bravo. Përpara se thjesht të dukemi, të bëhemi pak më të mirë. Të bëhemi pak më njerëz. Ora mbaroj kjo supë? Se kjo është mendimet e mia, gjërat e mia. Nuk ka të thot asgjë nga këto që tjetë e vërtet 100%. Çfarë po them tani? Kështu, ndoshta unë u zgjata shumë, edhe fola shumë. Mirë po, ndonjëherë mendoj që duhet bërë edhe kjo gjëja, sepse i shikojmë gjithë njerëzit, tani e vërteta është që e dim, që disa njerëz i kanë bërë paratë e tyre në një mënyrë jo dhe aq të mirë. Ama i shikon që këtej të thonë, duhet t'jesh, dhe të dalin për shembull gjithë këto vajzat e vogla të them, se s'di as unë se çfarë të them. Edhe thonë, duhet të manifestosh që të bësh këtë, që të bësh atë, etj. Nuk është ajo. Manifestimi është ajo që ti të bësh veten më të mirë, që ti
të bjesh në paqe me veten dhe që përtej mirësisë tënde, domethënë përtej asaj gjendjes emocionale dhe që paqes shpirtërore etj që ti ke, të fillosh edhe të kesh gjëra shumë. Nuk di si ta them sepse unë kam lexuar mjaftueshëm edhe prap them nuk di. Dhe kur shikon ato vajzë vogle që thonë unë punoj shumë dhe nga puna ime që kam punuar shumë kam bler këtë çantën filan fisteku, këtë gjë kështu, dhe dim, duke e ditur vërtet, nuk po flas për të gjitha, që një pjesë atyre parave e dim shumë mirë se si është ka ardhur. Mund të ketë ardhur që ti zonjush ke lar lekët e X njeriu, mund të jenë para të fituara me djers, mund të jenë se nuk po themi pastaj në situatat të ndryshme ku ti jep favore seksuale për të dalë në televizion apo gjëra të tilla. Dhe kjo është e vërtet fatkeqësisht. Sado që ne mundohemi edhe themi jo, kjo s'është e vërtetë etj. Në të vërtetë është e vërtetë. Njerëzit çfarë nuk bëjnë për të pasur para etj. Të mos harrojmë atë modelen e cila e tregoi, por ndërkohë ndodh të rëndom që vajzat hanin majdanoz në Dubai. Tash ta themi në këtë lloj mënyre. Edhe yes. Kështu që dhe pastaj shikojnë këto vajzat e shkreta që punojnë si njerëz gjithkohon, e thotë më po edhe unë po punoj fort, pse se kam unë një çantë Hermes dhe X i filanja ka 4-5, a ku digjon. Le një që është thjesht çantë, apo se nuk dua të kapem te këto gjërat e luksit, sepse janë thjesht gjëra materiale dhe kur njeriu të dalë përtej botës materiale, do të shkojë në botën shpirtërore, atëherë do ta mendoj, do shikoj se sa e mirë do ndihet, se sa mirë do ndihet me veten e vet. Nejse, të mos flasim shumë kështu gjërash, se pastaj do thoni, u bë vera filozofike, se s'më njihni nga kjo anë. Më njihni thjesht nga ana, tralala, etj. Mirë po, njeriu ka nevojë edhe për këto gjëra në jetë, edhe që dikush të thotë atij që po punon çfarë lloj pune që është, bravo, po punon punën që je detyruar ta bësh, apo punën që ke dëshirë, apo punën që ke ëndërruar, varet se si është secili nga ne. Well done, ti po ja del, bravo, edhe keep on going, vazhdo. Ndërkohë që pastaj ai personi futet në darkë që të relaksohet në Instagram, në TikTok, edhe shikon që ajo nxënësja, ose shoqja bankës le të themi, a shoqja klasës, se ku digjon, që e kishte pasur dikur në shkollë dhe që kishte pothuajse zero njohuri, ajo është një, po them, pedagoge në Shqipëri. Unë nuk njoh, vallai, as nuk e mbaj mend. Unë nuk njoh, nuk ja kam iden, sepse nga shoqëria ime e gjimnazit, unë nuk e di nëse ju ndodhi juve kjo, po nga shoqëria ime e gjimnazit dhe e shkollës lart, unë mbaj mend shumë pak veta. Nga gjimnazi mbaj një 5-6, po njëjta gjë dhe në shkollë lart. Në shkollë lart kemi punuar më shumë dhe shkolla lart ta marri mirë se ka shumë vite që ka mbaruar. E sidomos masteri. Mirë po, truri këtë gjë bën, i heq të gjithë njerëzit që janë të tepërt dhe mban mend ato që vërtet ja vlejnë. Kështu që është krejt normale që ti harroni këto njerëzit. Se e di si është puna e trurit, është si puna ti telefonit, kur mbushet plot, ç'do të bësh? Do zgjedhësh fotot më të mira të rinë aty, ato fotot e këqija do i hedhësh. Do i fshish. Kështu është edhe truri janë. Ndërkohë po bëj kulacin për supën, e kam bërë me miell të zi edhe miell të bardh. Të dy janë strong flour. Kam në plan të blej ca miell thekre, edhe ta bëj pastaj bukën me miell thekre. Unë bëj vetëm kaq pak, siç e shikoni nuk është shumë, sepse dua vetëm për Biancën, Evanin edhe Marion. Domethënë Mario do marrë një kulaç, Bianca dhe Evani do ta ndajnë në gjysëm, edhe that's it.
Tani se këtë e kam parë që është bërë shumë e famshme dhe unë s'ja kam thënë ndonjëherë dhe pse kam ja 3 vjet që e përdor për bukën. Është një gjë super e thjeshtë, unë e kam blerë në Shein. Mund ta blini edhe në Amazon, thjesht do e marrin nga Kina dhe do ja u japin më shtrenjtë. Kjo janë 5 kështu kulac që vura unë dhe t'i vënë furrë. Lollipops. Po pastaj qa bënej? Ha, ma Eva, ku do ikim neve? Erdhëm tek tenisi Biankës. Ideja ishte të shkoja unë të vërdallisesha një qik, mirë po kishte aq shumë trafik, se edhe këtu erdhëm 5 minuta me vones. Kështu që, ideja është trim jashtë qik me këtë që televizi. Jo, andej. Oh no, si e më mami, hajde. Eva, stop. 1, 2, 3, hoppa, hop. Whoopsie. Whoopsie. Hajde me mamin. Me jep dorën. Hajde mole. Ha mami, është tabela atje, qa thot tabela atje? Please keep off the grass. Edhe ti po e bën fix. Ej! Mu! Edhe Eva një ullë në balt. Edhe unë s'kam plan të jandroja të tutat. Deri sa i hy, një zotë dhe disë dhe i këtë bërë. Kështu që, o zotë, nga s'po futet në për balt. Le mami, se është sorra jot pas mami. Hajde këtej. është sorra jot pas mami. Si tingëlloj leja të së është sort pas mami. Ja. Peekaboo. Po leje me mamë sorën. është sorra jo mami, hajde këte. Kam filluar të qelin dhe lullet. Daddy! O Mario, po të thot ty dad, po i thot elefanti daddy. është elefanti daddy? Sort of. Këven që sa është Rapunzel, go to Rapunzel, mami? Ja, sa Bianca Rapunzel i gati. Hajde, mami, jemi të Smith Stoy. Gjitha këto që do t'i tregoj, bën 35 pound. Ky si fillim është një kostum për Eva. Ky është goxha i madh për 2-3. Se 2 me 3 po ja vesh Evanit që tani. Shikoni çik prerjen e tutave. Edhe bluzën me makina, me traktora. For me? No, this is for Evan as well. 3 me 4 kjo. Shumë e lezetshme. Brenda është kështu. Ka një xhep brenda jo. Kështu për jashtë me xhepa me zinxhir. Ideja është që kjo është vjesht ose pranverë. Edhe kam marrë për Biancën. Jam pijame. Por ja kam marrë qikë të mdhaja. Vitin tjetër, për Krishtlindje. Upsi! Ose edhe një vit më vonë, do të thënë më mirë mdhaja dhe sa vogla. Është kjo pjesa shumë e bukur. Edhe pantalloni thjesht. Që nga një lloj pambuku që mua më pëlqen, domethënë vjen shumë i bukur në dorë. It's a denim dress, është shumë i madh. Është vërtet i madh, por Is it for me? po, prit mama? Can I try it on? Po, mama. Up. Let me see you. Ooh. Go and show this to daddy. Yep. Go. Ky është i madh. Domethënë ky duket që është i madh, atë dhe mund ta veshi, por ky është shumë i madh. Pse ja mora kaq të mëdhenj? Kisha frikë se nuk i bënin ato të tjerët, edhe ta shoh kush i kthen e kush si kthen. Edhe për këtë nuk i mora. Por për shembull, ky është super i bukur. Ka një shile shumë të bukur, ka këtë jakën normalisht prapë shumë të bukur, ka këto fjangët këtu, edhe është kështu. Tani ky ndoshta edhe i ri i gjatë asaj po t'ja vesh, por shumë i bukur. What about this one? Yes. Which is your favorite? This one and that. All of the dresses are my favorite. All of the dresses are your favorite, I know. Si nare. Hajde këtu, mami.
E ka të madhe ka, po bukur. Hajde, go show it to daddy. Në këto gjyra që zoj veç të këte e këto këtu. Edhe viti tjetër di që do i bëjmë, kështu që viti ju. Hajde, di që mami. Harova t'ja u tregoja, po shiko sa të lezetshëm dolën kulaçët. Tash një u hëngër, prandaj është rrethja aty bosh. E lezetshme është se këto janë goxha të butë, mund ta presësh në mes dhe i vën e bën si roll, si paninë të vogël. Edhe e bëj kështu me sot sepse është shumë i shpejt, e para. Edhe e dyta, ai që janë domethënë 5 copë ishin, një hëngrën me supë Evani me Biancën që o bëra për shesh, mundësisht ishte më i vogël ai. Një dy mund t'i marrim me veten punë. Këto prap ndarke me bukë edhe ja, ikën. Sepse kur bëj buk, ngel aty dhe më ngel mua ta ha, se më vjen keq ta hedh. Edhe me që unë nuk dua ta ha më, yes, po bëj, kam gjetur karar me këto. Nejse, ideja është që mund të bëj dhe buk me pak miell, domethënë pak sasi. Po jo duhet zë, domethënë duhet i bësh planet mirë kur të zësh bukën. Edhe vallai në këto kushte që jam nuk i bëj dot të gjitha. Është e pamundur të bësh dot të gjitha. Domethënë edhe punën, unë nuk është se kam një punë që është 2 herë, 3 herë në javë. Do doja shumë të kisha diçka të tillë, vërtet do doja shumë. Mirë, po është një punë që më zë 5 ditë e javës nga 8 orë. Pastaj shko merr fëmijët andej, shko çoj këtej, hajde këtej, vërin gjumë, gatuaj, ushqej, laj, pastroj. Edhe është e lodhshme dhe kur bëhen të gjitha do të çalosh, kështu që nuk i bëj dot të gjitha. Hedhim këmbën, aq sa kemi hapin. Dinata e ditës së diel. O zot. Nesër jemi në punë. Tani. Unë nuk ja u thash juve, mirë po Mario nuk ka qenë shumë mirë, kam vënë atë vajin unë që të më qetësoj dhe pastaj e thith lëkura dhe ikën. Mario nuk ka qenë shumë mirë, stente të premte dhe ndonjë në shtëpi, sidomos stente. Sot është e diel dhe nuk jam unë mirë, se ma ngjiti. Tani shpresoj mos ja ketë ngjitur dhe fëmijëve. Më përsot ju si jam as mirë tani. Nga që punova ashtu jashtin me të shkurtra sot, pa lidhje. Po jo. Çfarë bëri Mario? Mario kemi pasur një pemë neve këtu përpara shtëpisë. Do bëri voçkël fare që kemi para shtëpisë. Edhe hoqëm pemën vjet. Me po kishte ngelur rrënja. Dhe rrënjën e hoqit sot Mario në mëngjes. Shumë e lodhshme si punë, se u hapsi grop e madhe që dilte rrënja, unë nuk e ndihmova, sepse isha brenda duke u marr me supra, me budalliqe, me gjëra. Edhe siç po thoja, kemi bërë goxha punë, edhe dje dolëm xhiro, edhe sot dolëm, edhe erdhëm në shtëpi. Jemi të lodhur dhe kemi nevojë për pushime. Pushime s'bëjmë se kështu një ditore do i bëjmë se kemi ato të verës që na bien si bombë. So yeah, that's it. Po shikojmë luftën e nuseve. Kështu që po shikojmë nusën e lufteve. Nusën e lufteve. A ngjove ç'a thash? Nusën e lufteve. Po është lufta e nuseve. Po shikoj nusën e lufteve. Po shikoj luftën e nuseve. Edhe pastaj në krevat, se jemi kështu. Ndërkohë Tharsja vazhdon akoma të thajë rroba. Unë kam 2 lavatriçe që nuk i kam sistemuar. Dhe si asnjëherë më përpara nuk kam bërë gati rrobat e Biancës, se te Evanit i kam gati atje në çantë. That's it. Kështu që unë do të them shumë faleminderit që patë videon ton. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Bashkë të shihemi në vitin e radhës, i pull fort. Edhe bye bye. Ta ha këto portokallin.